Përshëndetje të gjithëve, ja kur I takohemi sërish në ekranin e Fax News me Rise Up episodi 4. Në fakt si që pat paraprakisht edhe nga planet, unë sot jam rregulluar nga make-up artistja e mirënjohur Ergerta Picaku, e cila për hir të vërtetës më ka bërë të dukem si një xizëllonjë të vërtet. Ergerta, përshëndetje. Përshëndetje Gentiana. Për të gjithë goca që po na ndjekin në këto momente, na thuaj pak cili është lloji luku që ne kemi realizuar për episodin e sotëm. Për Gentiana sot kemi realizuar një soft glam. Pas përfundimit të make-upit, ne jemi gati të njihemi me historinë e radhës. Bëhet fjalë për themeluesen e Kraspit, një biznes I themeluar nga një vajzë mbushur me shumë ëndra. Dhe në fakt kur bëhet fjalë për fashion, të gjithë ne vajzat jemi sy e vesh, pasi për hir të vërtetës ne priremi të shpenzojmë të gjithë lekët e fundit që kemi në xhep thjesht për rroba. Sot në fakt, përmes këtij emisioni Rise Up, ne do sillim për juve ide se si të visheni në një darkë me njeriun e zemrës, në një mbrëmje mature apo edhe në një emision televiziv. Prandaj ju ftojmë të qëndroni me ne së pari për të njohur me këtë histori të mrekullueshme të themelueses së Kraspit, por gjithashtu për të marrë edhe disa ide se si të vishemi bukur me Kraspi. Qëndroni me ne. Si që u thash, jemi me një tjetër histori suksesi. Sot jemi me Elizabeta Krasniqin, themeluese të Kraspit. Elizabeta, për të gjithë publikun që po na ndjek në këto momente, na thuaj pak si është një ditë e jotja. Përshëndetje Gentiana, atëherë dita ime nis pikërisht kështu siç e shikon. Bëj kafen e mëngjesit dhe pastaj takohem me vajzat e ekipit për të parë procesin e punës. Kjo është tavolina që ti kalon më shumë kohë, po themi këtu ndodh gjithçka, gjithë procesi I punës. Dhe për hir të vërtetës është një ambient shumë kreativ, mbushur me skica, me xixa, me perla, me ngjyra. Na thuaj pak si të lind ideja që të merresh pikërisht me sektorin e fashion. Duke parë që tregu ton I mungonin disa çmenduri në thonjza, dhe unë jam një tip që eksperimentoj, ose më saktë mua personalisht më pëlqen të eksperimentoj në mënyrën se si vishem. Tregu ton I mungonte kjo gjë, pasi jemi mësuar të shikojmë fustane tipike, shumë glamour, I mungonte klasikja shumë e thjeshtë, ekstravaganca në maksimum dhe unë thash pse jo. Pavarësisht që ke një detaj të preferuar që është flutura, na shpjego pak përse flutura, çfarë simbolizon? Flutura, kur kam qenë në përgatitje të koleksionit, kur do nisja hapjen e Kraspit, isha gjithashtu në kërkim të logos. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, nuk e di pse, ishte një shenjë, si të them, më përndiqnin flutura, I shikoja fluturat kudo, I shikoja fluturat në website, I shikoja në lule, do me thënë, ishte kaq e thjesht, mua më përndiqte një flutur në ato kohë, edhe thash, kjo është logoja. Doja të pyesja pak për një look që ti ke guxuar, edhe do të thonë që ka qenë edhe shumë I komentuar. Po, patjetër edhe mund t'ja tregoj. Atëherë Gentiana është ky fustani këtu, që është një miksim I tyllit, gati në mëndafsh me rjet. Vetë stili I këtij fustani vjen goxha ekstravagant, aq sa edhe femëror. Ky fustan, siç e shikon, është një miksim ndërmjet tyllit, gati në mëndafsh, edhe rjetës me gur.
aq sa kritika ka pasur, aq edhe është pëlqyer. Dhe të them për hir të vërtetës, është një fustan I cili ngjan me një flutur ngjyrë blu me këto pjesën. Nuk e kisha menduar kështu, por realisht është ashtu. Dhe në fakt është edhe një nga fustanet më të instagramuara, pasi hodha një sy edhe profile që keni në Instagram, për të gjithë gocat që po na ndjekin në këto momente, mund të shohin edhe faqen që keni të Kraspit, dhe aty mund të njihen me të gjitha modelet që ju posedoni. Tani do kalojmë tek një sektor tjetër. Do të kërkoj që më japësh ide që të vishëm, po themi, në një darkë me njeriu e zemrës. Çfarë do më sugjeroje? Po, Gentiana, do t'ju sugjeroja diçka më elegante dhe më të thjeshtë. Elegancë dhe thjeshtësi. Dhe ngjyrë e kuqe. E kuqe, çfarë ngjyre tjetër mund të simbolizonte më mirë darkë romantike me njeriu e zemrës? Do t'ju sugjeroja këtë. Mendon se do e joshnim me këto fustane? Me elegancë patjetër mund t'joshësh. Cilët janë, po themi, disa nga risit, ose çfarë ju diferencon juve, po themi, si showroom nga brendet e tjera që janë në treg? Unë do të thoja që kemi stile të ndryshme, për shije të ndryshme, për evente të ndryshme, dhe kjo mendoj se na diferencon. Dhe unë për të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente, do provoj këtë fustanin e kuq që na ka sugjeruar Elizabeta. Të shikojmë se si na shndron në trup. Hajdeni me mua. Fustani kuq, mjaft elegant që më sugjeroi Elizabeta, fiks për një darkë romantike me njeriu e zemrës. Unë Gentiana me këtë mendoj se ti do të merrje një propozim. Po, do merrja një propozim, me thënë të drejtën edhe ngjyra shumë e kuqe e zjarrt, fiks për t'i rrëmbyer zemrën, po themi, partnerit. Doja të pyesja për Kraspin, çfarë e diferencon nga showroomet e tjera? Çfarë keni, po themi, diçka ju ndryshe nga logot që ofrojnë të njëjtin shërbim në treg? Veçanti mendoj është se ne nuk ndjekim trende, por guxojmë ta sjellim trendin në treg. Dhe po më thojesh, këto janë disa punime që ti ke më shumë për zemër. Unë të gjitha I kam për zemër, se janë si bebushat e mi të gjithë. Po do të veçoja, goxha, kam preferencat e mia dhe unë absolutisht. Një punë shumë e veçantë është ky fustan, është një art, është një skulptur e veshur në trup. Sa kohë duhet që të realizosh një fustan të tillë? Ju merr shumë kohë? Realisht don goxha kohë. Për krijimin e dizajnëve të ndryshëm, ke një konsulente, është dikush I jep mendim, do thonë, deri në realizimin e produktit final? Atëherë, idetë fillestare iniciohen gjithmonë nga unë, po patjetër kam ekipin e vajzave të cilat konsultohem edhe marrim vendimet bashkë për detaje. Fillimi thuhet që është gjithmonë I vështirë, ka shumë punë, sakrifica dhe lodhje. Si e mban mend Elizabeta fillimin? Ka qenë I vështirë, ke pasur momente që ke dashur të heqësh dorë? Si çdo nisje e ka vështirësinë e vet, absolutisht. Të heq dorë, jo, asnjëherë. Të kalojmë tek një tjetër temë. Supozohet që unë kam maturën dhe dua që të zgjedh një fustan nga Kraspi. Çfarë do më sugjeroje? Më pëlqen shumë kjo tema. Mund të jemi midis një të gjatë dhe të shkurtër, kryesisht të gjatë. Ne kemi nga një fustan unik për secilin model. Pra ky nuk vjen në mas ngjyrë tjetër. E njëjta gjë vlen edhe për fustanin tjetër. Atëherë dy opsionet. Kjo është veçantia jonë sepse ne sjellim vetëm nga një pieces, si të them. Pra janë unike, nuk janë mund ta unike, gjesh po. një vajzë tjetër. Absolutisht jo. Po. Vjen në një mas, në një ngjyrë dhe nuk ribëhen. Për hir të vërtetës, edhe ky fustan I shkurtër më ngjan me një flutur, por flutur të zezë, nuk e di nëse ka flutur të zezë. Nuk, besoj se ka, patjetër.
Edhe ngjyra gold është shumë e përshtatshme për maturën, me këtë xixat edhe të dukesh pikërisht si një yll Hollywoodi, le të themi, se të gjithë gocat jam e sigurt në këtë momente mezi po presin që të realizojnë atë festën e maturës, dhe adresoheni tek Kraspi pasi ka me të vërtet modele unike për të gjithë shijet tuaja. Në fakt doja që t'i provoja të dy fustanet për t'ua demonstruar edhe vajzave që po na ndjekin në këtë momente. Hajdeni! Fustani që kam veshur duket me të vërtet si një pjesë arti, duken si një zan mali, por një zan mali nga veriu. Është me të vërtet i mrekullueshëm dizajni, por edhe mënyra se si të rrinë në trup. Ky fustan nuk ka nevojë për fjalë sepse flet vetë puna edhe arti që është krijuar. Po më thoje që të gjitha punimet janë handmade, pra bëhen me dorë. Dua të theksoj që pjesët tona janë të gjitha unike, handmade, dhe pikërisht kjo na bën të veçantë. Jemi në rrugën drejt suksesit, një emision i cili dedikohet njerëzve të mbushur me ëndra dhe me dëshira. Cili është vizioni i së ardhmes, çfarë aspironi për Kraspin, ku e shikoni veten pas disa vitesh, cila është ajo ëndra e çmendur, le të themi, që ka Elizabeta në lidhje me Kraspin. Nuk besoj se është as pak e çmendur, është tepër e arritshme për mendimin tim. Synojmë të kalojmë kufit. Jeni një brand ndërkombëtar, po. Në fakt në bisedat paraprake që ne kemi realizuar, di që ke pasur edhe porosi, po themi, edhe nga vende të ndryshme, qoftë jashtë Shqipërisë, në Kosovë apo në vendet ballkanike, por edhe në Evropë. Sa të ndihmon Instagrami për pjesën e marketingut për të gjithë vajzat që po na ndjekin në këtë moment? Është një metodë e mirë, po themi, për të reklamuar produktet? Pa diskutim, mendoj se rrjetet sociale janë thelbësore. Keni bashkëpunuar me shumë personazhe të njohur të ekranit, si është të bashkëpunosh me VIP-at? Është e lodhshme? Jo, nuk mendoj se është e lodhshme, ose mund të them se kam patur fatin e mirë të kem të bëj me personazhe shumë fleksibël. Pra nuk është se kanë teka, se thuhet se personazhet e showbizit janë paksa të lodhshëm. Jo, në rastin tim nuk ka ndodhur kështu. Kanë qenë goxha të kënaqur dhe shumë bashkëpunues, mund të them. Çfarë ndjesi është kur shikon që shumë vajza të ekranit zgjedhin pikërisht të Kraspin për momentet e tyre televizive? Është një ndjesi e bukur? Absolutisht është një ndjesi shumë e bukur edhe e përmbushse, mund të them. Qëndrojmë pak tek bota e televizionit, supozojmë që unë dua të futem në një reality show dhe dua që të spikas para audiencës. Çfarë do më sugjeroje? Cila do ishte një veshje wow? Okej, ti do të spikasje me çdo lloj veshje tonën, por unë kam sugjerimet e mia për këtë. Le të shkojmë ta provojmë. Ja dhe veshja e tretë, një veshje e përshtatshme për një reality show, një veshje e cila përfaqëson shkëlqimin dhe ekstravagancën. Elizabeta, në thuaj pak sa do a sugjeroje vajzave këtë lloj biznesi. Është i vështirë? Do doja të theksoja nëse ka dashuri për kushtim dhe origjinalitet, patjetër mund t'ia dalin. Mirë, si pa kuptuar në fakt, kemi ardhur në fund të Rise Up, ishim Elizabeta Kresniqin, themeluese të Kraspit. Ne do ndajemi për të ritakuar sërish në episodin e radhës me një tjetër histori suksesi. Deri atë herë, kalofshi një fundjavë sa më të këndshme. Mirupafshim!